Plagosi një person me Kalashnikov në 2013 dhe u aratis drejt Londrës si i shpëtoi ekstradimit shqiptari. 29 vjeçari shqiptar u aratis drejt Mbretërisë së Bashkuar pasi plagosi një person me Kalashnikov i ka shpëtuar ekstradimit. Isak Buna, 29 vjeç, plagosi një burr me një plumb rikoshet, qelloi me breshëri në ajër gjatë një sheri. Ai tha rivalit të tij: "Më shqetëso, atëherë do të mësosh kush jam unë. Unë do të kundërshtoj ty dhe gjithë familjen tënde." Pas ngjarjes viti 2013 në Zenisht të Shqipërisë, Buna u dënua për kërcënime për vrasje dhe armbajtje pa leje në mungesë. Ai u dënua me 5 vite 4 muaj burg por u aratis në Londër. Buna u shpall në kërkim dhe policia britanike arrestoi atë në janar. Por autoritetet shqiptare u bllokuan nga ekstradimi i tij pasi avokatët e tij në gjykatën e magjistraturës në Westminster argumentuan se tani ishte tepër vonë për ta ndjekur penalisht duke përdorur boshllëkun ligjor. Për shkak të ligjeve të parashikimit në Shqipëri, kërkesa për ekstradim u hoq, tha Home Office sipas The Sun. Home Office nuk dha shpjegime nëse Buna po kërkonte azil apo ishte dhënë leje për të qëndruar